Vučići flet për plan sekret amerikan, nuk flas me Rubion, Kosova është Serbi. Aleksandar Vučići komentoi planin sekret amerikan që detyron Serbin ta njohë Kosovën. Presidenti nxitoi të hidhte poshtë pretendimin e ish diplomatit Nebojša Vujović, i cili më herët tha se takimi i ministrit të jashtëm Marko Đurić me sekretarin e shtetit Marko Rubio në Washington u bë për të vulosur marrëveshjen e fshehtë për njohjen e pavarësisë në mënyrë që Vučići të qëndrojë në pushtet. Presidenti serb tha se takimi me Rubio nuk ishte as pak i planifikuar dhe kreu i diplomacisë serbe takoi atë krejtësisht rastësisht. Nuk më shkon ndërmend të pranoj ndonjënjohje të Kosovës, jo më Marko Rubio, po vetëm shëmpjetën diskutoi për Kosovën. Kosova është Serbi, tha ai, ishte dhe do të jetë fundi i historisë, tha Vučići. Vetë kryediplomati serb postoi një mesazh në rrjetet sociale për takimin me sekretarin e shtetit, ndërsa shkruan gjithmonë më kënaqësi të takosh sekretarin Rubio, ndërsa punojmë së bashku për ta bërë vitin 2026 një vit të shkëlqyer për marrëdhëniet Serbi-SHVA. Ish diplomati Vujović theksoi se Đurić u ftua në Washington në mënyrë që Rubio në emër të qeverisë amerikane dhe presidentit Trump t'i paraqes atij një marrëveshje sekrete detyruese për njohjen e pavarësisë Kosovës. Ky ishte qëllimi kryesor i ftesës së Gjuriçit në Washington. Çdo ditë hap pas hapi Serbia po i ofrohet formalizimit të njohjes zyrtare të Kosovës si shtet i pavarur, shtoi ish diplomati serb. Vujović argumentoi se duke nënshkruar një marrëveshje detyruese për njohjen e Kosovës, Trumpi do të arrinte një sukses të madh, në të njëjtën kohë do godiste Bashkimin Evropian dhe Rusinë.